Ka rasti që njerëz më kanë kaluar pak në një lloj post-depresioni pas bigut, e përjeton, po jo aq rënd sa mund të pritet. Unë më shumë e kam pasur me kthimin në shtëpi. Shtëpia ime fillet më duke shumë e vogël se shtëpia bigut. Është e vogël. Shtëpia jote në sensin nuk jeni bashkë. Jo, nuk jetojmë akoma bashkë. Akoma nuk jetojmë Bashkë bashkë. jetojmë dy nga shtëpia. Fundjava. Pak, avash avash. E zgjidhim vetë ditën. Ditët që mbarojnë me ë. Ju jeni dashuar me shikim parë, Jo. me shikim dytë? Se këtë shikimin e parë se kuptoj unë se... Shikimi i parë ka qenë çik çuditshëm, me të drejtën, se unë po e prisja Krisën te studio vetë se më ftoi për një intervistë. Pse është histori e? Po, kështu, edhe po e prisja ke studio vetë, bashkë me ato gocat e tjera të stafit. Kisha gjysore që e prisja. Nuk ishte gjysore. Gjysore. Po ja, ore. Që e prisja thash. Jo, Kisha kjo goca Nuk- tani që nuk rrin mendoj. pres tu, i ftuar gjysore kjo tani moderatore bjen. Edhe të njëjtën gjë më pas mora vesh aty që kishte menduar dhe Krisa për mua. Ke parasysh po ky tani që nuk duro ka do gjysore me prit, çfarë është ky? Ke parasysh? Nuk kam thënë se për gjysore, sepse unë takova tash ndjesi dhe lash të presësh. Nuk Ama kam tha se ju tha ndjes. emisioni me regjistrim ta kshu i keni të arrim presim një ore, kupton? Do më isha po ky, ose sa mendje madh që ka ky. Po, edhe pse pse i mendje lezetshëm madhe, mendje madh. Po pse mendje madhe i shkreti se Po mirë ma, sepse mu shpreh pak. Shiko, problemet të çift tani zgjidhin në shtëpi. Them të drejtën unë kam pasur fare mendjen aty. A më leni numrin tash. Dikush më ka dhënë një lloj hinti të vogël, ka qenë Sara Jaupa, regjisorja ime, është bërë fakt Shnesë, për kudo Sara, po. Sara tani që më ka folë në kufje më kanë thënë, "Ore, çfarë po bëni ju të dy?" Pse kishte një flirt të Ndjeu një lloj ndirë. kimia, jo? Gjë që unë se kisha fare mendjen aty me të drejtën. Tjetër që se kisha menduar. Mirë, thuaj, çfarë mendove? Jo, realisht nuk e Unë kisha. mendova. Çfarë mendove për herë të parë kur e pe që ulet përballë njëri tjetrit? Ja pas ka vlet pritja. Gënjen se kam menduar fare, lere këtë ti. Si se kam menduar, po ata kam thënë brapa.